Ka thonë Rasulullah alayhi salam, kujdes mos u ulni me najt rrugëve, veç me najt që shrimna me hangër fara rrugëve. Kujdes, mos e bani këta. Kanë thonë shokët e Rasulit, ja Rasulullah, në qovë se nuk jem qare, kanë herë të lidh puna, e ta kanë dënë me nruni muhabet, në qovë se nuk jem qare, ja Rasulullah, në ka zonë puna, ka thonë Muhamedi alayhi salam, në qovë se është e domosdoshme, atëre jepni rrugës hakun e sajna. Kanë thonë shokët e tina, kanë thonë, ja Rasulullah, e cili është haku i rrugës? Ka thonë Muhamedi alayhi salam, me ullë shikimin, mos me këshyr haram, jo kësi, me ullë shikimin, mos me këshyr, me e largu të keqen. Çfarë do e keqe që është? Fjalë, munohesh me largu, ndyrësirë për rrugës, munohesh me largu, veprim jo i drejt për njerëzve, munohesh me largu këta për rrugës, çdo të keqe që është. E kthen selamin, dhanja, sidomos kthyrja e selamit, është prej hakit rrugës. Urdhërimi për të mirë, çka të paqë munohesh me urdhëru për të mirë, edhe ndalimi nga e keqja. Këto janë 5 hakët rrugës. Është e drejtë rrugës që ti kur dalësh në rrugë, çdo gjana mi ba. Me ul shikimin, me largu të keqen, me kthy selamin, me urdhëru për të mirë, edhe me ndalu nga e keqja. Këto duhet mi ba kur dalësh në rrugë. Allahu azza wa jalla truajtet një moft.